Me rastin në 15 prillit, ditës së artit, shumë artistë në vend po vazhdojnë të dëshmojnë për kushtimin dhe dashurinë ndaj krijimtarisë. Një ndër ta është edhe piktori Robert Nikull Bibaj, i cili tregoi se pasionin për artin e ka qenë në fëmijëri, duke u rritur me një familje që merrej me filigran dhe artizanat. Po në kështu familjarisht na kena punu me filigran, në familjes kena punu me artizanate. Unë si i ri e kom pasat, ma kanë zbuluar talentin edhe po gjithmonë e kom pasat dëshiren që kam e vazhdu me art. Mu frymzona gjithë ka, frymzona zakonisht pejsazhe ndryshme në trojë shqiptare, inspirona njerëz, inspirona ngjarje që na ndodhin vazhdimisht, sikur tash për shkak të ngjarjet e tema që janë migrimi e kështu me radhë. Ai tregon se inspirimin për krijimet e tij vjen nga përditshmëria, nga natyra dhe nga ngjarjet që e rrethojnë, duke i dhënë artit të tij një dimension të veçantë emocional dhe kombëtar. Në studion e tij, Nikull Bibaj ka mbledhur një numër të madh punimesh të realizuara ndër vite, që nga koha e studimeve e deri më sot. Unë këtu i kam mbledhur me disa punë që i kam bërë ndër vite, prej studimeve kur kam qenë. Shumica janë punime nëpër pejsazhe që i kam bërë në universitete ndryshme të Shqipërisë dhe të Kosovës. Janë disa portrete, ka punë që nështë ta kryet në brenda dite, ka punë që i merr një javë, një muaj, varet edhe çështje emocionalisht, edhe në varet prej punimit. Punë që nështë ta ka marrë më shumë kohë, janë këto punë që janë pak më reale, në stili pak më realist. Këto munojnë pak më shumë. Nëse punë që bëhen më shpejt janë punë sikur këto ose janë të stile tjera që bëhen pak më, për shembull, bëhen në stile pak më abstrakt ose më ekspresionist, krijohet shumë më shpejt. Sa i përket zhvillimit të artit në Kosovë, Nikull Bibaj vlerëson se ka potencial dhe talent, por sfidat kryesore mbeten mungesa e hapësirave dhe përkrahjes institucionale për artistët të rinj. Arti në vendin tonë, muj me thonë, nuk qëndron edhe keq, sepse jena në atë fazën e tranzicionit, jena pas luftës, po besoj se Kosova nuk vujmë shumë për talenta, vujmë më shumë për hapësira, edhe pak për kraje, me pas se talenta ka edhe të interesu, mu në shoh edhe këtu në këtë studion time, po edhe në për shkolla ku punoj, shoh se ka talentum, ka të interesum, po na vijnë edhe pak më shumë hapësirë. Kështu që mendoj se si Kosovë nuk qëndrojmë keq, si vend nuk qëndrojmë keq, vetëm me pas edhe pak më shumë një farë për kraje prej institucioneve, me pas pak hapësira më shumë për të rinjt ku mund me ekspozu. Në fund, ai ka edhe një kërkesë për institucionet, duke theksuar nevojën për më shumë hapësira ekspozuese dhe përkrahje për komunitetin artistik. Na me na siguru hapësira, mos në pas na barre një artist të ri, me pas barre me pagu një hapësirë ku mundet me ekspozu, me pas një hapësirë për shkak me pas galeri pak më shumë, mos me pas atë barrën e pagesës për hapësirë. Bodhe ka artistë atë barrën e materialeve, që atë hapësirë me pas siguru me i farë marketingu prej institucione, prej televizioneve, për shkak se kur ju vazhdimisht jeni të interesuar për gjithçka keni ardhur që ju bëhet thirrë edhe mediave tjera. Në ditën e artit, mesazhi i artistëve mbetet i njëjtë. Arti ka nevojë për më shumë vëmendje dhe investim, në mënyrë që talentet vendor të kenë mundësi të zhvillohen dhe të prezantohen denjësisht.